Kjo dhomë ka një mister dhe një peshë madhe në historinë e Shqipërisë. Jo sepse është dhoma e ngrënies së Jakomonit, më këmbësit mbretit në Pallatin Mbretëror Shqiptar, por se në darkën e 16 dhjetorit, vitit 1981, antarët e byros politike hynë në këtë sallë njëri pas tjetrit. Në krye të tavolinës qëndronte Enver Hoxha. Nga antarët e byros politike nuk ishte njoftuar vetëm njëri prej tyre, kryeministri dhe numri 2 i regjimit komunist Mehmet Shehu. Të gjithë antarët e tjerë, që nga Enver Hoxha, Ramiz Alia, Kadria Zbiu, Hekurani Saj e gjithë u ulën në këtë tavolinë. Ishte një mbledhje për cilën askush nuk ka rrëfyer se ç'ndodhi. Çdo gjë është marrë vesh vetëm nga lëvizjet e Gardës së Republikës. Por një gjë është e sigurt, me 17 dhjetor, Mehmet Shehu u kryqëzua nga kolegët dhe shokët e tij të armëve në një mbledhje në mbarim të cilës ai vrau veten në apartamentin e tij në Tiranë. Mbledhja e 16 dhjetorit është misteri më i madh. Çfarë ju tha Enver Hoxha antarëve të tjerë të byros politike? Çfarë vendosën njerëzit e afërt të Mehmet Shehut për fatin e tij dhe si do të vepronin të nesërmen? Mehmet Shehu nuk e mësoi kurrë që antarët e byros politike kishin bërë një mbledhje, ndërsa në historinë e Shqipërisë kjo u dëshmua vetëm në vitin 2002 nga dokumentat e Drejtorisë së Mbrojtjes Personaliteteve.